Ekrani i madh i kinemas hapur në Gjirokastër ju dedikua mbrëmjen e së premtes gjeniu të letrave shqipe Ismail Kadare. Për qytetarët dhe vizitorët e qytetit të Gurt u shfaq një dokumentar kushtuar jetës dhe veprës së shkrimtarit dhe filmi Behind the Sun, prodhim brazilian bazuar në librin Prilli i Thyer. Tu jemi në vazhdim të aktiviteteve që janë parashikuar për 2 ditët e bazuar në Kronik në Fest mbi autorin Ismail Kadare. E sjell ndryshme një mori aktivitetesh. Mbrëmja është bazuar në një pjesë të filmit bazuar mbi romanin e tij Prilli i Thyer. Titulli i filmit që jepet për të parë për Gjirokastrën, po le të themi edhe në një auditor të hapur për publikun, Behind the Sun, e një regjizori brazilian që konteksti i dramës, po themi, të temës romanit Prilli i Thyer është bazuar dhe përshtatur me realitetin e Brazilit, ku është bërë edhe xhirimi, është bërë edhe, po themi, adaptimi i tematikës gjithmonë në mbështetjen edhe suportin drejt për drejt Ismail Kadares, që do të thotë ky film, edhe pse është publikuar në vitin 2001, që praktikisht ka 25 vite që ka pasur një mori prezantimesh në festivale dhe ka qenë edhe i nominuar për Emmy, ka pasur një rezultat mjaft mirë, jo vetëm për tematikën që trajton të temës së gjakmarrjes, sigurisht adaptuar në raport me realitetin që përmendëm të një shteti përtej realitetit tonë shqiptar, por njëkohësisht është edhe një formë për të kuptuar se shkrimtari jonë i njohur Ismail Kadare ka qenë i aktiv dhe mjaft i përfshirë në shumë dimensione, jo vetëm në ato që ne shohim në mënyrën klasike të shkruarit, por edhe bashkëpunimit të realizimit regjizorial dhe dokumentimit të këtyre librave në kontekste për të realitetit shqiptar. Ky aktivitet vjen në kuadër të organizimit 2 ditor Kronik në Fest, i cili do të vazhdojë edhe mbrëmjen e sotme. Kemi një guid për sa i takon itinerareve dhe lokacioneve që i takojnë pjesës së qytetit të vjetër të Gjirokastrës, që vetë autori Ismail Kadare i përmend gjatë librave të tij të ndryshëm, dhe është një prekje për ta lidhur edhe me kontekstin e turizmit, po dhe për ata që nuk janë njohës drejt për drejt, po themi të kulturës së qytetit të Gjirokastrës apo të kulturës në tërësi dhe lidhjes që autori ka pasur me realitetin shqiptar, por edhe për ta bërë atë të njohur në një, po themi, perceptim dhe interpretim interesant për të huajt, pse jo. Do të kemi dhe përfshirjen e orës letrare me poezi dëgjuese dhe në shqip dhe në anglisht, që gjithmonë raporti dhe njohja e pjesës së qytetit të jetë edhe shumë e afruar me raportin e turizmit. Pjesa e poezive është lidhur ngushtë edhe me interpretimet dhe muzikë pak elektronike, që do të thotë donim ta sjellnim ndryshe, sepse vetë Ismaili nuk është, po themi, folklorik, por ka një sjellje dhe një qasje moderne që është kuptuar në çdo frazë apo në çdo fjalë dhe në çdo shprehje që ai ka përcjell në botimet e tij. Kronik në Fest organizohet nga Bashkia Gjirokastër në bashkëpunim me shoqatën Doart në përkujtim të birit të saj që e bëri të njohur në të gjithë botën.